Qendra kulturore e fëmijëve e Bashkisë Has në prag të festave të 7 dhe 8 marsit organizoi një aktivitet të veçantë kulturor dhe artistik kushtuar dy figurave të dashura dhe të pazëvendësueshme në jetën e çdo njeriu, mësuesit dhe nënës. Në këtë aktivitet morën pjesë fëmijë dhe të rinj të cilët interpretuan këngë dhe balle tradicionale e moderne, duke krijuar një atmosferë festive dhe plotë emocione. Programi artistik u pastrua me interpretime të ndryshme që përcollën mesazhe mirënjohje, respekti dhe dashurie për mësuesit dhe nënat, që çdo ditë i japin kontribut të çmuar në edukimin dhe rritjen e brezave të ri. Përmes këtij aktiviteti u kujtuan me nder dhe respekt të veçantë të gjithë mësuesit e rrjetit të Hasit, të cilët sot janë në pension, por që për vite me radhë kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në arsimimin dhe edukimin e shumë brezave. Me përkushtimin, durimin dhe dashurinë për dijen, ata kanë qenë udhërrëfyes për nxënësit, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën e tyre dhe në zhvillimin e shoqërisë. Ky aktivitet u shndrua në një moment të bukur reflektimi dhe falënderimi për punën e palodhur të mësuesve ndër vite, si edhe për sakrificën dhe dashurinë e pakushtëzuar të nënës, e cila mbetet shtylla më e fortë e familjes dhe e shoqërisë.